shtetet e ndërlidhura me të, do t'i bashkëbisedoj me gazetarin e mirënjohur Robert Papa. Zoti Papa, të përshëndes, faleminderit. Përshëndetje. Të lutem një koment paraprakisht mbi planet e Donald Trump për të hetuar firmosjen e shumë dekreteve, por gjithashtu edhe lirimin e shumë të dënuarve nga ana e Joe Biden në fund të presidencës së tij. E ka seriozisht këtë? Sa herë që vëmendja ikën nga Donald Trump, shashka radhës është kjo. Kërkon vëmendje. Për pardonet, më shumë ka bërë Trump, janë me mira vetë 6 janarit, dhe dëmin financiar Amerikës me pardonët që ka bërë është $1 miliard. Pra në qoftë se ishte një rast dikush në Las Vegas, ajo kishte marrë fonde $70.000 për të ndërtuar bustën për një veteran, në fakt kishte paguar dasmën e vajzës, Trumpi e fali, parat nuk kthehen, me ligj duhet kthehen, dëmi është $1 miliard. Natyrisht që Biden ka pas probleme shëndetësore, por autopeni ligjërisht është i ligjshëm. Qartë. Zoti Papa, doja do të pyesja gjithashtu edhe mbi aktualitetin në Shqipëri. Doja një interpretim tuaj për sa i përket mesazhit të ambasadës amerikane për zgjedhjet e 11 majit. Nuk ka përmendur as kryeministrin aktual Edi Rama dhe as liderin e opozitës, ashtu siç kemi parë në postime të ngjashme në zgjedhjet e kaluara. Përmendim këtu 2021-shin. Si e lexon këtë, le themi, kujdes për qenë të balancuar nga ana e ambasadës amerikane në këtë urim? Unë kisha Bolton, në ambasadorin Bolton në fokus, dhe ja bëra këtë pyetje dhe përgjigje ka 2. Departamenti është i utuar, është konfuz. Ende nuk kanë filluar nominimet politike, kështu që ata burokratë e karrierës kanë frikë sa mos gabojnë. Arsyeja e parë, arsyeja e dytë, siç tha Bolton, mund të jetë diçka më shumë se kaq. Unë sapo kam marrë deklarat në shtypit të sekretarit Rubej që uron presidentin e ri në Poloni. Zyrtare, çdo gjë. Është më shumë se një faqe. Nuk uron popullin polak, por në fund thotë që do të bashkëpunojë me presidentin dhe me qeverinë polake. Qeveria polake është e majt. Departamenti tregon që është i akullt. Ne tek ty e kam thënë që për herë të parë më është deklaruar mua që në 15 maj që jemi ndjeni për parregullësitë e zgjedhjeve. Shqiptarët duhet kishin votuar të lirë dhe pa intimidime. Pastaj për të folur për jo do të njohë zgjedhjet Amerika, jo nuk do të njohë zgjedhjet Amerika, kjo është një problem tjetër, departamenti nuk e ka këtë tagër, qëndrimet do të mbaj, aq më tepër që ky departament nuk ngjason me departamentin e Blinkenit. Ja kam thënë, Trump në politikën e jashtme është xheksionar, nuk kërkon të ndërhyjë shumë në vende të tjera. Bolton ma ka dhënë këtë përgjigje. Amerika bashkëpunon me çdo forcë politike që janë aleat NATO-s. Megjithatë, unë shikoj një qëndrim të ftohtë, mundësit janë që të kryet një hearing në Kongres të paktën, këtu ka të bëjë dhe roli shqiptar-amerikanëve, siç ka ndodhur në 91-shin, për të sqaruar, për të nxjerrë problemet masive. Ishte fars sa ishte margji i vjedhjes, por Rama e ndjen këtë. Rama ka filluar lobon fort që të vi për një ftesë këtu. Për takuar kë dhe për të shtem, për çfarë arsye? Më shumë është qok nga Kushtri, për takuar minimumi sekretarin e shtetit, Trump, Rama ndron për Trump. Përmes Kushtrit mund të realizohet çdo gjë, por nuk ka shumë kohë sepse kemi summitin e NATO-s në 24 qershor deri në 26 dhe aty do duket qëndrimi Trump. Bolton ma ka theksuar që Trump nuk i harron ata që e kanë sharë. Ka dy zgjidhje me ata, ose i përbuz dhe kërkon të shtri si Sklever, si G.D. Vance, ose të çojë përmes prokurorës përgjithshme të ngrej pa di, siç është rasti me shumë zyrtarë të lartë amerikanë dhe ish sekretar të Pentagonit, edhe ndaj Boltonit vet, ka dhënë urdhër të hapet dosja me Ganigal, ku aty ndërrikohet kryeministri ynë, por Trump është atipik, ja kam thënë. Askush nuk e di se si do të sillet ai. Por kjo administratë, nga Rubio është theksuar, nuk do të jetë departamenti platformë më për grupet e majta. Ambasada ka dhënë 2 mesazhe. Ka pikërisht këtë të parën që urojnë popullin shqiptar dhe një porcion nga një shkrim i një diplomati, i cili në fakt fliste për zgjedhjet problematike në Gjermani dhe me lirinë e besimit në Angli.
Por fakti që ambasada shqiptare ka vënë dhe jo ambasadë tjetër, janë dy mesazhe për Ramën. Këtu në Amerikë në themi, third strike, you're out. Presim se çdo të ngjas. Rama duket që është i mërzitur, sepse kur ka vrapuar gjithë liderët e BE-s, Amerika është edhe që unë kam parasysh këtu që nga 46-ta se si ka vepruar Departamenti i Shtetit. Ka njohur dhe zgjedhjet e Enver Hoxhës. Ka njohur kur është bërë mbret Ahmet Zog. Dhe pastaj kulmi është ajo 96-tës. Aty ishte, jo se deklaroi nuk i njohëm, po kërkonte step by step, zgjedhje të reja, ishte problemi kushtetutës. Unë mendoj se me zgjuarsi opozita mund ta ngrej çështjen e saj. Po do zgjuarsi. E kuptova. Ju thatë pak më parë, zoti Papa, është paksa konfuz. Pra, një nga tezat që hodhi Bolton ishte administrata Trump është pak konfuze për situatën politike në Shqipëri. Është konfuze për procesin zgjedhor në gjykimin tënd, apo është konfuze për qëndrimet që duhet mbajnë, qoftë ndaj zotit Berisha apo qoftë ndaj zotit Rama? Konteksti janë konfuz për çdo gjë. Ende në departament nuk ka shumë nominime politike, shumë pak janë bërë. Dhe punonësit e karrierës, Yuri Kimson and Company, ndruen të mbajnë qëndrime si mbanin 4 vjet më parë, sepse administrata e re, me ato pak nominime që ka bërë, që janë ish konservatorë të shuar, kanë qasje tjetër. Por departamenti ka protokoll, nuk janë të matur dhe duhet disht të lexosh mesazhet. Mesazhi është i thjeshtë, nuk kam parë që këtë departament aq sa njohun të uroj popujt për zgjedhje. Urimi ose është faktik për atë që ka fituar, ose thuhet problemet që janë. Megjithatë, janë dhe dy mesazhe tjera, që kjo administratë do të punonte me gjithë kë. Zyrtari i lartë i Departamentit të Drejtësisë që erdhi ul në Tiranë me dumarën e ministrit e Brendshëm, problemi i madh i karteleve, dhe kryetari i Shërbimit Informativ Shqiptar ka takuar Tasli Gabert, kreun e inteligjencës dhe drejtorin e CIA-s. Pra, duket që amerikanët kanë problem me sigurinë kombëtare, me kartelet, toja ndaj Ramës, ky është mesazhi. Qartë, a mund të themi diçka më shumë për sa i përket takimit të kreut të Shish, nëse ke informacion sigurisht për temat që është biseduar? Jo. I can't. Problemet e inteligjencës janë problemet e inteligjencës. Mirë, ama është i lajmi mirë që kreu i Shish shkon... Fakti që janë postuar... Shkon dhe takon personalitete. Ata duan ta tregojnë që kjo ishte këtu, sepse kreu i shërbimit shkon e vjen dhe janë gjëra që nuk tregojnë. Për shembull, Nanos përpara zgjedhjeve të humbra i erdhën i thanë Jo, absolutisht, shumë po them ndoshta për atë që ka dalë në media në lidhje me këtë vizitë. Vizitë janë publikuar fotot, pra i është publicitet, domethënë që ne do të lidh Amerikanët, shiku ka kohë që është nën kontroll amerikanë, janë trafiqet e mëdha terrorizmi. Unë kam pasur një intervistë një nga ish drejtorët e CIA, që ka thënë ne në Shqipëri kemi bashkëpunuar. Aleat, është një vend aleat. Për sa i përket inteligjencës. Në qartë. Zoti Papa, doja do të pyesja për te aktualitetin në Shqipëri edhe në lidhje me dialogun, që duket është i dështuar midis Trump dhe Vladimir Putin. Kemi parë një takim në Ankara ditën e djeshme, në Stamboll, është duke dhënë dorëheqjen, është duke u tërhequr Trump nga ky dialog me Vladimir Putin, apo nuk është kështu? Jo, Trump, ajo që thënë, bie interesi, kalon diçka tjetër. Trump është i bindur që vetëm ai mund ta zgjidhë këtë dhe vetëm ai mund ta ulë tavolinë Putin. E pyeta Boltonin që çfarë flasin këta 2 orë, a ka biseda serioze? Sepse Bolton ka qenë në disa biseda të tilla. Nuk janë mbaj serioze, Trump kërkon të flasë shumë, por dhe Putini flet shumë gjithashtu. Në 2 orë biseda, hiq përkthimin 1 orë, ka shumë pazare. Natyrisht që Trump është vënë në presion tryshti nga senatorët e vetë republikanë. Pse ka që dobët me Putin? Çfarë ka Putini me ty? Ai kalon nga ekstrem. Ai është çmendur, Putin po luan mënsh dhe kërkon të thotë që unë në qoftë të vërë sankcione ti e di si janë ekonomia. 1 milion të vrarë, të plagosur dhe të zhdukur nga rusët. Edhe Putini vetë ka një problem, sepse do ai raporton tentojnësat e oligarkët dhe kasta ushtarake. Deri tani mund të thotë që unë mora Krimen, unë mora Donbasin, dhe unë sigurova që NATO të mos hyjë. Kjo është fitore që kërkon ai të deklarojë.
por duke ndjerë një lloj dobësie, një lloj përçarje të vendet e NATO-s, kërkon të avancojë sa më shumë. Nuk ka shans që Putini të mbijetojë shumë se 6 muaj në këtë luftë, sepse dëmet janë shumë të mëdha. Tjetra është që Europa, çuditërisht, edhe pse është radikale e maj, mbështet luftën, mbase e bën për të qenë kundra presidentit Trump, apo është industria e luftës. Një armatim kaq masiv dhe ideja që Rusia mund të pushtojë Polonin, këto janë gjëra që nuk janë shumë të konspiracioni. Megjithatë, ka një qasje Trumpi në politikën e jashtme, nga ata që e kontrollojnë, do të vendosë, do të jetë me Rusinë apo do të jetë me Kinën. Ka qenë Bill O'Reilly, ka qenë një vizitë në Kinë, miku i Fokusit, ka pasur një 2 orë seminar me zyrtar të lartë kinez, dhe si shta Bill O'Reilly, i kam bërë një briefing Trumpit. Ideja është që Kina dhe Amerika, në qoftë se bashkëpunojnë të dyja, kundra Iranit, kundra Rusisë, do të jetë gjë më e mirë për botën si kinezët, se amerikanët do të prosperojnë. Pra është një ide tjetër, ide të Kissingerit më. Pra Trump është i zgjuar, ka disa kartë në dorë dhe i luan. Fundit është presidenti i të vetme superfuqi. E nisi duke e lajkatuar Putinin, kujtoi se do marrëveshja do të bëhej shumë shpejt, por tani e ka kuptuar që Putini nuk do vetëm atë zonën. Putini që në fillim ka synuar të gjithë Ukrainën. Problemi është në Senat. Senatori Lindsey ka shkuar në Kiev dhe faktikisht ka qenë kundra Trump duke mbështetur Zelenskin. Steve Bannon, i strategu i tij, ka thënë që ai duhet arrestuar, po del kundra interesave kombëtare. Është gati një paketë me sanksione. Sanksionet e dëmtojnë. Rusia është në një luan duke parë, kërkon të përçajë NATO-n dhe gabimi i Trumpit është ky, siç po thotë botën. Trump kujton se Putin e ka mik. Ish koloneli KGB-s i Plesin është më i zgjuar për ta çuar aty ku do ai. Dhe e ul bisedën me admiron Melanin, megjithatë u them se 2 orë bisedë duhet të ketë shumë marrëveshje. Shpresojmë që të ketë marrëveshje, po deri tani nuk shikojmë të tilla. A mos ndoshta me dashje Donald Trump e ka dërguar drejt Recep Tayyip Erdogan Rusin? Jo, Trump e do për vete. Trump i fillimisht e ka atë idenë e çmimit Nobel, dhe vetëm e këtë e realizon. Trump e do këtë fitore. Mbas fitores me mbylljen e kufirit, kjo që do jetë fitore e dytë e madhe e tij, pastaj janë tarifat. Nuk tërhiqet, po luan siç luajnë amerikanët, shkopin dhe karrotën me fjalë. Fillimisht ishte i butë, duke thënë që pastaj tregon dhëmbët që kur do shkosh. Edhe Putin e kupton. Është si tango. Një hap para, 2 hap deri tani vetëm karrotën kemi parë. Shkop asgjekundi. Biseda gjata 1 orë e gjys me batuta nga më të ndryshmet. Nuk e di tani, vendos në syze, Shkopi ishte në avionet dhe armët për ta marrë që u hodhën merr nga dronët. Kujton ti se Zelenski ka bërë me shqipur shqiptarën? Pra, ka dorë Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po kush? Nigeria? A do t'i dalë për zot të Ukrainës? Paktën a ka sinjale për diçka të tillë, pritet që të ketë një ofensiv verore nga ana e Rusisë. Në shkrirën e borës, Rusia është më e fortë. Por në ofensivën ruse e kemi parë që përfilloi se si ngelen tanket. Korrupsioni i madh në kastën ushtarake e ka bërë që të mos kemi më ushtrinë e Bashkimit Sovjetik. Dhe Rusia ka treguar shumë i vetmi kërcënimi që është i bombë, do të bombë për ta marrë të vogla për një qytet. Ato nuk guxon t'i bëjë sepse këtu është në biseda këtë flitën, por kërkon të marrë sa më shumë. Ai e shikon Zelenskin si një personazh klam, nuk e shikon serioz. Çuditërisht e majta evropiane e ka ngritur si hero. Ky është problemi. Duhet ulet në këmbë tokë Ukraina. Duhet pranoj ato kushte që i ka vendosur Amerika, dhe Putini do të zbres, pa diskutim. Po vera është 2-3 muaj është. Nuk e ka lënë dot dimrin, është një kosto e madhe për ekonominë ruse. Nuk e ka problem me 1 milion të vrarë, plagosur të shtukur, por nuk janë pak, një ditë do t'jap përgjigje ndaj kësaj.
dhe Putin e mban veten si vazhdues i Stalinit, nuk do të largohet me këtë lloj trashëgimie. Ai kërkon të justifikojë një fitore. Se çfarë quhen ai fitore do të jetë mendja e një KGB-isti. Për ta kuptuar. Unë doja të të pyesja gjithashtu edhe për planet e zellshme të shpejta, do të thoja të starme për t'u armatosur me nëndece, me bërthama atomike dhe të tjera si këto. Tani, a ka një bashkëpunim midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Anglisë në lidhje me planet për mbrojtjen dhe në gjykimin tënd, kujt po i mbrohet Anglia, Mbretëria e Bashkuar? Do 3 vjet që do të jetë Trump, është edhe kjo ide që Europa do të armatoset, po që Europa të vinë në një nivel armatosje real duhen 20 vjet. Qartë, po me Anglinë ka tjetër marrëdhënie, veçanërisht Donald Trump, unë prandaj të pyes. Edhe Anglia, këto janë shtete që kanë ngritur shtetet sociale. Nuk i lejon elektorati që sasi të mëdha financiare të kalojnë për ushtrinë. 1 trilion është këtu, nuk mundet vendet evropiane që kanë ndërtuar atë networkun social. Do të mundohen të plejnë me Trump, do të rrisin shpenzimet, por që të bëhet një Europë forcë ushtarake do të dekada. Ka qenë me një arsye. Amerikanët vetë nuk e kanë lejuar të armatosen që në kohën e Eisenhowerit. Ju jeni si fëmijë mistrec që lufton njëri tjetrin. Do t'ju mbrojmë ne. Trump tani do të mbrojnë vetë. Nuk është e lehtë që Evropa të mbrojë vetë, siç është në diplomaci s'ka forcë, ashtu dhe si në forcën ushtarake. Tani, në bazë të interesonin të elitet në Amerikë. Megjithatë, lidhjet midis Europës dhe civilizimit perëndimor janë më shumë se Trump që edhe 3 vjet do të largohet. Unë mendoj se përsëri do të kthehemi tek ajo që mburoja, domi ushtarak është i takon Amerikës. Ja, kuptova. Por ata duhet të largohen të ndershëm në tregti, mos të përfitojnë siç kanë përfituar me amerikanët. Këtu ka drejt zoti Trump me tarifat, por dhe këtu është ajo loja që njëri është i ashpër, njësoj si në Ukrainë. Trumpi kështu luan. Ai sa ka dalë dhe një lloj pseudonimi këtu në media Taco. Trump always chicken out. Gjithmonë Trump tremblet dhe ikën. Sa herë që bien stoqet, ky është vend kampion i kapitalizmit, aksionet Wall Street i kontrollon. Është biznesi, korporatët, dhe i kthejnë ndonjëherë në keni të famshëm që pa thënë dikur që presidenti kushdo qoftë fundi si supervisor është. Janë forcat tjera që kontrollojnë këtë vend të madh. A është rëmbur nga kërcënimet e Europës për taksat? Duket se e ka shtyr apo jo aplikimin e tyre. Ja bërin deri në pjesë për Italisë, nuk të rritet nga taksat. Nuk të rritet sepse është 200 miliard dollar si deficit Amerika, s'ka pse Amerikat Gjermane, makinat Gjermane, makinat amerikane tjera. Nuk është vetë tarifa. Janë 100 gjëra që Europa manipulon, nuk lejon prodhimet bujqësore, mishin amerikan, ka bariera, kufizime, jo thjesht tarifa. Ky do të jetë reciprok. Në vend vendos, është normale. Dhe në vonë do të kalojnë tek ajo, do paguani një fije që të mbrojë. Është një problem i madh me uhan kombëtare. Ndaj masku të rrojë. Është 36 trilion. Në qoftë se shkon 50 trilion, ky vend falimenton. Janë 3 mundësi. Cheap dollar ti paguaj ose të vërë tarifat më dhaja, të reta mos paguaj fare. Me Trump çfarë nuk jetë. Qartë. Po me Elon Musk çfarë po ndodh? Kishte pasur një tension midis tij dhe gazetarëve. Ai fliste për planet e kompanisë së tij, ndërkohë dikush e pyet për interesin e gjerë në fakt të studentëve të huaj, të cilët duket se nuk do të lejohen që të studojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E para njerë, pse kjo iniciativë? Që kuptim ka? Studentët huaj do të lejohen, për ata të financuar nga Partia Komuniste Kineze. Janë 1 milion viza që vinë vit nga Kinez. Problemi është janë miliardat dollarë sepse këta studentë huaj paguajnë 2 fish dhe indirekt subvencionojnë. Por shkojnë, nuk do të janë studiojnë për ato dek që kanë interesat sigurisë kombëtare, sepse vjedhin teknologji dhe hikin. Këtu ka drejt. Dhe Trump i thotë që po zini vendin e studentëve amerikanë. Ka probleme shumë në universitetet, pse do të japin miliarda dollarë për universitetet e majta, edhe jo për ato që janë shkolla që mësojnë zanate për të profesione, ato s'marrin hiç. Musk në fakt i dha shumë fytyrë Trump.
e ndihmoi nga ana financiare, pësoi dëme vetë dhe filloi pastrimet mëdha me Doge, por nuk të lë establishmenti sepse të gjithë janë përfshirë atje. Ai ka shkurtuar 170 miliardë, por mund të shkonte 2 trilion. Kur e pa që ky njeri kërkon të shtoj huan kombëtare dhe unë të shkurtoj, këtu në ndajemi. Dhe njeri që ka 300 milion dollar nuk pyet për Cezarin jo për Donald Trump. Dhe do të kthehet tek biznesi i tij, por këshilltar do të mbes. Ata që të shkatrojnë të Trumpi janë këshilltarët privat. Bill O'Reilly, Tucker Carlson, Hannity, nuk kanë asnjë post zyrtar, po me telefonata për ditë. Musk e ka këtë të veshi Trump. Si po performon Tucker Carlson? I vetmi mund të neutralizoj Sorosin. Nuk e di nëse më dëgjuat, si po performon Tucker Carlson? Jam shumë kurios të di. Tucker Carlson ka, siç ka mund kanalin e Jo, e di, patjetër. Nga ana financiare. Jo, kundrejt Donald Trump e kam fjalën. Kundër kujt? Me Trumpin e dëgjon shumë. Trumpi e dëgjon shumë. Ai, J.D. Vance, Tucker Carlson e vuri. Ka lidhje me Don Jr. Shpesh ai është i butë me Putinin. Kjo është një nga pikat e dobta të tij. Dhe ka qenë ai pika e kontaktit, dim që ka zhvilluar një intervistë për Vladimir Putin. Orban, duke mos pyetur menaxherët. Ata e thanë mos shkoj, kjo ishte arsyeja. Ndoshta u tha pastaj për gjobën 800 milion dollar, në misionin e tij u promovua ideja që u vodhën zgjedhjet pa prova. Megjithatë ai mbetet nga gazetarët që ka krijuar emrin e tij. Ai, Bill O'Reilly dhe Hannity janë njerëzit që kanë më shumë ndikim se zoti Trump. Trump është konsumator i madh i Fox News-it dhe këtyre gazetarëve të djathtë. 30 gazetarë të Fox News, 20 edhe me jo gazetarë të fortë, kanë poste shumë të larta në administratë. Qartë. Zoti Baba, faleminderit shumë. Nice. Përshëndes.